Emma Mazenga nuk është si gjithë 92 vjeçarët e tjerë. Ajo është një sprintere italiane e cila mund të vrapojë deri në 200 metra në vetëm 50 sekonda dhe ka thyer rekorde të shumta botërore. Io dall'86 ho ripreso gli allenamenti, allora avevo anche un allenatore e mi sono sempre allenata 3 volte alla settimana. Inizialmente un paio d'ore, adesso un'ora, insomma. Rasti i saj tërhoqi vëmendjen e një ekipi shkencëtarësh nga Italia dhe nga Shtetet e Bashkuara. Dhe tashmë ajo është pjesë e një studimi ndërkombëtar që si synim ka që t'i japë përgjigje një pyetjeje të vetme: si mundet dikush në moshën e saj të vrapojë kaq shpejt? Deri më tani ata kanë zbuluar se shëndeti kardiorespirator i Mazengas është i ngjashëm me atë të dikujt në moshën 50 vjeçare. Po ashtu ata kanë zbuluar se funksioni mitokondrial i muskujve të saj është po aq i shëndetshëm sa ai i një 20 vjeçari. Io alle 5 di mattina sono sveglia come adesso. Poi mi faccio colazione e in genere mangio un panino col prosciutto, col salame. E poi faccio cose varie, non so, vado fuori, faccio una passeggiata, vado a fare la spesa, faccio le pulizie in casa. E poi a mezzogiorno pranzo, ovviamente, mangio un po' di pasta, 30-40 grammi di pasta e carne, pesce, verdura. Por cili është sekreti i saj? 92 vjeçaria thotë se dieta ushqimore ka shumë rëndësi, por më kryesori sipas saj është aktiviteti fizik. Sidomos një aktivitet impenjativ që, siç thot ajo, i bën mirë jo vetëm trupit, por edhe shpirtit.